Mirë, po atëherë ka qenë periudhë vërtet e vështirë dhe ky ka qenë guximi i tij. Për mua, do më thotë, është nga ky fshat, po, një njeri që i ka kontribu vërtet kulturës sonë në Shqipëri, po, në Kosovë, po edhe në Shqipëri natyrisht është emër i njohur. Fillet e mia, do të thotë, 1977 në teatrin popullor të Gjakovës, kur është themelu, aty do të thotë kam qenë me aktorë të mëdhej që njëri prej tyre tash 2 nuk janë gjallë, Hadi Shehu edhe Sulejman Lokaj, aty ka qenë Myrvete Kurtishi, pastaj Hysen Binaku dhe shumë aktorë të cilët i kanë dhënë teatrit dhe filmit shqiptar mjaft rolet e rëndësishme dhe kultura vërtet është zhvillu në emrat e tyre. Kam qenë përkrah tyre dhe natyrisht se ne kemi përkrah njëri tjetrin. Vazhdimisht kam qenë në lidhur me fshatin, qoftë në dasma, qoftë në një rast tjetër hidhrimi. Këta do të thotë njerëzit që vazhdimisht e kanë përcjell punën time deri dhe edhe në ditët e sotit, ku për shembull tash jam tu lujt pak në një serial Baresha e bjeshve të Deçanit, po vazhdimisht do të thotë kam punu edhe vetë shfaqje, qoftë në Pejë, qoftë në Gjakovë, qoftë në Deçan, edhe të thonë vepra ime, Lauta Malqis, ka pas fatin të xhirohet në vitin 1991, kur atëherë kemi pas ëndër të shkojmë në Shqipëri. Vepra ime, Lauta Malqis, pastaj po e përmend, edhe për Levdat, është pa edhe në minhen nga shkrimtari Martin Camaj, i cili ka qenë studiusi pazavencueshëm i Gjergj Fishtës, dhe kur e ka pa shfaqjen është mrekullu, do të thonë, me formën teatrore që e kemi bëna me teatrin alternativ Dukagjinit të Deçanit, ku kanë qenë edhe një pjesë e aktorëve të teatrit të Gjakovës. Për Lukën e Epër do të thotë një trashëgimi kulturore që ne e kujtojmë po ashtu me i tepin e Tahir Efendi Lukës, ku në atë periudhë ka qenë edhe shkollë. Ka qenë shkollë ku fëmijët atëherë edhe vajza, cekët edhe në histori, edhe vajzat, edhe djemtë e kanë mësu shkrim leximin. Tahir Efendia pra në vitin 1900 e qel me i tepin këtu, dhe bashkë me një fshatar tjetër që ka mësu germat asaj kohë, Zëqir Bajramin, ata do të thotë për shumë vite e kanë majtë kulturën, arsimin shqip në këtë mejtep, edhe kjo është mejtep sot i ruajtur nga Ministria e Kulturës Republikës Kosovës, dhe është një trashëgimi jona e Katunit, po, e Deçanit, por dhe e gjithë Kosovës.